Në qeverisin time do t'jemi 50-50. Dhe kjo një praktik që e kom edhe më herë, nuk kom për herë parë. Në Ministrinë e Shëndetësisë, unë i kam pas 60% gra në kabinet dhe 40% burra, ka qenë kabineti më i balancuar në energji, më produktive, më s'pakti probleme, edhe domon njerëz kanë punu me dedikim të madh. Andaj, ju zotohem edhe sot në një qytet barabartë, në një qytet me politika gjinore, në një qytet që ka me pas buxhetim gjinor, në një qytet që do të ketë qirre, në një qytet që do të ketë hapësira për ndërmarrësi, në një grante subvencione për ndërmarrësi, për një qytet që e kupton, në një qeverisje komunale që e kupton, që për 25 vjet nuk ka qenë i drejtë me 50% të popullatës vetë dhe që ka kohën ato madrejtësi me i kthy në një mundësi për gjithë gratë e kryeqytetit.